Imzot Joani, kryepiskopi i Shqipërisë, në një intervistë për Media Ngjallë, ia dha një mesazh për shqiptarët në vigjilje të 113 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Do doja t'ju uroj një të gjithëve, gëzuar këtë ditë, të falenderojmë Perëndin, e të përpiqemi për vendin tonë me gjithçka që mundemi. Sepse duke u përpjekur për vendin tonë, padyshim që ne më tepër ndihmojmë dhe veten. Një njeri që përpiqet të ndërtojë dhe në familje një ambient të ngrohtë, është dhe për atë shumë mirë. Në një vend ku s'ka paqe, ku s'ka harmoni, ku ka sherrë, grindje, zelira, sharje, nuk mund të ketë qetësi. E nuk mund të jetë një vend që ti mund të jetosh qetësisht, duke lulëzuar vendin tonë, e duke bërë një vend të paqët, një vend me begati, padyshim që do jetë mirë për gjithë secilin nga ne. Kryepiskopi i Shqipërisë më 28 nëntor do të kryesojë shërbesën e doksologjisë së flamurit, një shërbesë që kryhet në të gjitha kishat ortodokse. Në të gjitha kishat ortodokse të botës ka një ditë në cilën të bëjnë doksologji. Doksologji, ju e dini nga fjala, do thotë një lavdërim Perëndis. Qëllimi që bëhet, dhe është nevojshme që të rikujtohet, është në dy gjëra kryesore. Siç u flas dhe unë vazhdimisht pas ceremonisë ju them këto gjëra. E para është një mirënjohje kërshi Perëndis. Perëndia na ka dhënë një vend shumë të bukur. Një vend që ka gjithçka, ka male, ka fusha, ka pyje, ka lumej, ka kodra, ka dedh, ka liqen, e gjithçka ka. Dhe për këtë duhet jemi mirënjohës e ta falenderojmë Perëndin. Por nuk mjafton vetëm kaq. Në kuptimin ortodoks, siç e përmenda edhe pak më parë që i Zotit është gjithë dheu. Dhe ne jemi kujdestar kësaj pjesë të dheut. Një gjë që do të thotë që adhetari i vërtet është ai njeriu që përpiqet ta lulëzojë këtë vend. Imzot Joani në mesazhin e tij u bëri thirrje shqiptarëve ta duan atë dheun, ta begatojnë dhe ta lulëzojnë atë. Dhe njeriu që do Zotin, do i dojë dhe njerëzit. Është e pamundur dhe duhet ta përsëris këtë. Të duash Zotin e mos duash atë dheun tënd dhe vendin ku ti jeton, ku ke lindur dhe ku e rritur, ku kanë jetuar prindërit, gjyshrit, stërgjyshrit. Është e pamundur ajo gjë. Njëri që do Zotin me gjithë shpirt, do i dojë dhe ata. Dhe kjo doksologji shërben edhe si një pjesë e edukimit adhetar